Erozioni që po gërryen Kodrën po rrezikon 10 banesa në zonën e Porto Romanos. 10 ditët e fundit situata është mjaft problematike pasi rruga që përshkon këtë zonë ka çarje të konsiderueshme, ndërkohë që tek muret rrethuese dhe oborret e banesave, çarjet e tokës janë mjaft evidente. Banorët thonë se kanë njoftuar edhe njësinë administrative, por askush nga autoritetet nuk ka ardhur ta shohë nga afër situatën. 10 ditën e fundit nga kjo erozioni i tokës ka ardhur ndonjëherë domethënë deri ke shtëpia në ka ardhur. Domethënë plasaritja edhe shtëpia edhe vendi për afër. Edhe rrezikohemi nga dita në ditë, edhe në shtëpi edhe sikur flajmë natën, rrezikohemi për t'ik poshtë. Kemi shkuar, kemi njoftuar aty ke qendra administrative, kanë thënë do vim për të ardhur s'kan ardhur. I kemi njoftuar edhe për problemet e provizorës 20 kV që është këtu njitur në rrugë si do bëhet hataja nëse ik poshtë kjo. Edhe kështu deri tash kemi një mëshirë të Zotit. Kur është ju kjo usham iku kjo pjesë këtu. Në rrezikohemi edhe na vetë, shihet puna se si është, kemi qenë në bashki. Ju ke shtëpia vetë konkretisht çfarë ju është dëmtuar? Dëmtuar betoni, poshtë, edhe avullia e kagëri. Banesat në këtë zonë janë të gjitha të legalizuara, por nëse rrëshqitja e tokës do të vijojë, situata mund të kthehet dramatike. Efektet e erozionit dallojnë qartë në shumë godina, të cilat kanë marrë tashmë dëmtime të pariparueshme. Fenomeni vijon prej disa vitesh, por nëse nuk ndërhyet nga autoritetet, banorët rrezikojnë në rastin më të mirë të mbesin të izoluar nga dëmtimi i rrugës dhe në rastin më të keq të ngelen pa shtëpi. Tu ka vite që është këtë toka. Ja për shkak ku ke këto, kjo shtëpia e kunatit tim. Ka punë jashtë një jetë edhe ka me ka me leje, jo pa leje, se mund të thotë pse ka ban pa leje, njën e tjetër ka me leje, shi si ka ik, shi shtëpia tjetër si ka ik, ka të ma dhënë qinë. Ka qenë një vilë tërkaç aty, ajo është duk fare. Rruga këtu është prish, do thënë po bloku aty nuk ka rrugë tjetër, alternative, vetëm kjo. Pra ju rrezikoni? Një smur, po që i smur duhet me barrela me nxirr poshtë në lagje. Kjo nëse nuk na dorë shteti, këto shtëpia do ikun fare. Pas kontaktit që Durrës Lajm pati me institucionin e prefektit, na u komunikua se po njoftohen të gjitha instancat përkatëse mbi situatën kritike dhe në vijimsi do të vendoset mbi hapat që do të ndërmerren në terren.